Kryedemokrati Sali Berisha ka ftuar këtë javë aktor politik dhe përfaqësues të shoqërisë civile për të krijuar një front të përbashkët opozitar. Sipas tij, ky front do të koordinojë aksionin për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama dhe për të ndihmuar qytetarët të përballojnë pasojat e keq menaxhimit të qeverisë. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse gjendja e jashtëzakonshme në ligjet e vendit, në kushtetut, ajo e detyron pastaj të përgjigjet atyre qytetarëve. E detyron që fondi rezervë të Këshillit të Ministrave dhe buxhetin ta çojë drejt tyre një radhë parë. Po kjo jo afat. Berisha akuzoi Ramën për tallje ndaj banorëve në zonat e përmbytura, duke i cilësuar veprimet e qeverisë si provokuese dhe të papranueshme. Dhe një akt provokativ nga më të ultit e kishte dërguar dje Lubi Ballukun te ura mi folit. Ju bëj thirrje qytetarëve kudo që të shifni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. Pa përgjigje nuk la akuzat e kreut të qeverisë në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave. Më falni, hidrovorët, 2 hidrovorë të Durrësit. Hidrovori Hamallës pa asnjë pompë në funksion, të vjedhura pompat dhe motorët e pompave, pompa gjigande. Këtu i kanë vu pompa nafte tani, me 30 litra ujë. Tjetër si punojnë pompat, Durrësi është përmbytur në mënyrë apokaliptike. Ai theksoi gjithashtu përqendrimin absolut të pushtetit në duart e kryeministrit, duke u referuar dosjes së Ballukut dhe Akshit, që sipas tij tregojnë ndikim politik të qeverisë mbi drejtësinë dhe administratën. Dhe tani sfundi nuk heq imunitetet. Përdor drejtësinë, segmentet drejtësisë për të bllokuar drejtësinë. Është një lloj grushti shteti që bën. Në fjalën e tij, Berisha e cilësoi situatën si kritike për vendin dhe i bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen për të larguar bandën dhe organizatën kriminale nga pushteti. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë, këtë organizatë kriminale, e cila funksionon si organizatë kriminale, me në krye Edi Ramën. Ideja se mund vind në heqin nga jashtë është e gabur. Ideja se do të hiqet nëpërmjet proceseve gjyqësore është po kaq e gabur, sepse ai bllokon. Ai do përdor pushtetin me të gjitha forcat për të mbrojtur krimet e tij. I vetmi që nuk mund t'i shpëtoj dot është gjykatësi i popullit. Ai theksoi se një qeveri teknike është e domosdoshme për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe për të larguar ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë. Ne kërkojmë një qeveri teknike me 2 objektiva. Së pari, përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Do ketë detyrë larg durt nga sistemi i drejtësisë, i cili ka shumë të meta, i cili u përdor politikisht, dhe jo se e them unë tani, po janë 7 rezoluta ndërkombëtare të gjitha partive politike të qendrës djathtë dhe djathtë në botë, që denoncojnë drejtësinë shqiptare si drejtësi politike, që bëri gjaun kundër opozicës. Megjithatë, partitë e reja opozitare të kryesuara nga Arlind Qori, Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj refuzuan ftesën për bashkëpunim.